Po, pasi që me vite të tëra jam më shumë angazhuar si aktiviste në të drejtat e grave dhe në bamirësi, edhe më ka shtyr që gjithmonë të jem zë i fuqishëm i grave të cilat kanë këto probleme, dhe mendoj se barazia në Kosovë, barazia dhe ligji për trashëgimi, është një ligjë shumë i mirë në letër, mirë po si ligjë ekziston, mirë po kur është pyetje në praktik, ajo vritet padrejtësisht, vetëm se aty e kanë një, si themi ashtu, në ligj, në nen, i cili nuk ekziston në konventat ndërkombëtare, po është pjesë e traditës që ligjet i aplikojnë këto të drejtat e traditës apo të sheriatit, sepse ashtu e kenë besimin po, në kultura vendi. Kjo pra heqja dorë është një vrasje e të drejtës së gruas, sepse shumë të në rasteve bëhet për shkak presionit psiqik, për shkak presionit, paragjykimeve social, besa traditës, ka kanë me thonë në familjarët, që kanë me thonë tjerët, për shkak frikës se ndoshta do të mbetet edhe pa atë kulmin e familjes, se ndoshta me shkëputje në lidhjeve familjare prap disia del, po është shumë e trishtueshme kur një vajzë, një motër e dikujt, duke e pas hakun e vetë, drejtën e vetë e baba, ajo në rast e shkurorzimi detyrohet me shku në për strehimore. E kjo është pra ajo friga se nëse unë e marrë hisën do të ndëshkohem në një farë mënyre, kështu. E vërtet. Ju e keni